Përshëndetje të nderuar shikues. Lidhja Demokratike e Kosovës edhe gjatë të shtunës ka vazhduar me akuzat ndaj qeverisë në detyrë dhe lëvizjes vetëvendosje lidhur me çështjen e energjisë elektrike në vend. Deputetja e kësaj partije, Hykmete Bajrami, tha se LVV-ja është në panik për shkak të fakteve dhe gjetjeve të publikuara kohët e fundit, duke përmendur mungesën e përgjigjeve të ministrës Rizvanolli gjatë konferencës të premtës. Sipas Bajramit, EFT ka monopolizuar tregun dhe ka fituar shumicën e ankondeve të energjisë, duke rritur ndjeshëm kostot për Kosovën. Ajo kërkoi nga Rizvanolli dhe institucionet përkatëse që të publikojnë informacionet mbi marrëveshjet për blerjen e energjisë, përfshirë kompani që janë duke furnizuar Kosovën me energji, çmimin e saj, origjinën dhe kostot e transportimit. Në konferencë Bajrami po ashtu paralajmëroi për një shtim të mëtejshëm të çmimeve të rrymës, duke e lidhur këtë me dështimet e qeverisë për të adresuar situatën e energjisë. Njohësi i fushës së energjisë Adhurim Haxhi Musa në interaktiv të KTV-s ka ngritur shqetësime mbi dominimin e tregut nga kompania Noa Energy, e cila ka një monopol mbi importin e energjisë. Sipas tij, në 5 vjetët e fundit, importi i energjisë elektrike në Kosovë është katërfishuar, duke arritur në një vlerë prej afro 840 milion eurosh, krahasuar me 270 milion euro që janë importuar nga viti 2015 deri në vitin 2020, gjatë kohës sa ka qeverisur lëvizja vetëvendosje. Haxhi Musa ka kërkuar hetime të mëtejshme për këtë fenomen, duke theksuar rrezikun që ky monopol mund të paraqesë për sigurinë energjetike të vendit. Sipas tij, vetëm zyra e rregullatorit të energjisë ka autoritet dhe të dhëna të sakta për të treguar realisht se nga vjen energjia elektrike. Komandanti i KFOR-it, General Major Ozkan Ulutash, ka zhvilluar një takim me përfaqësues diplomatik në selin e KFOR-it në Prishtinë. Në këtë takim ishin të pranishëm ambasadorët e Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar, zëvendës kreu i misionit të Francës në Kosovë, një përfaqësuese e ambasadës së SHBA-s nga Quintis si dhe përfaqësuesi posaçëm i BE-s. Sipas njoftimit të KFOR-it, General Major Ulutash ka folur për situatën e sigurisë në rajon. Komandanti i KFOR-it ka theksuar angazhimin e KFOR-it për të ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Gjithashtu Ulutash ka vlerësuar kontributet afatgjata të shteteve të përfshira në misionin e KFOR-it, duke theksuar rëndësinë e mbështetjes ndërkombëtare për stabilitetin dhe sigurinë në rajon. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se Kosova është bërë një histori suksesi në luftën kundër krimit organizuar, duke u referuar indeksit global mbi krimin e organizuar 2025. Ai ka theksuar se Kosova ka avancuar me 34 vende krahasuar me vitin 2021 dhe tani renditet si shteti me nivelin më të ulët të kriminalitetit në rajon. Kurti ka theksuar se ky rezultat është një tregues i angazhimit të institucioneve për luftimin e krimit organizuar dhe forcimin e sundimit të ligjit. Pulmologu Besim Morina ka paralajmëruar se kushtet atmosferike, sidomos mjegulla dhe temperaturat e ulta, kanë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin e mushkrive, veçanërisht e personat me astmë dhe sëmundje të tjera kronike respiratore. Ai në një intervistë për Ekonomia Online ka shpjeguar se këta pacient janë më të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të tilla atmosferike si presioni dhe lagështia e ajrit, të cilat mund të përkeçojnë simptomat. Morina theksoi gjithashtu se shumë pacientë me astmë nuk janë të vetëdijshëm për ndikimin e kushteve atmosferike në shëndetin e tyre dhe përdorimi i tepruar i kondicionerëve mund të përkeçojë simptomat, pasi ato shkaktojnë tharjen e ajrit.
A i thot se edukimi dhe vetëdia mbi ndikimin e kushteve atmosferike janë të nevojshme për menaxhimin e duhur të sëmundjeve respiratore.